Sigurisht du të lo do mesazhe gjeneratës së re që ti kenë parasysh. Gjithë shka njët që ta shohish sa let edhe kolaj edhe lëmusht ta di se haram, është gabim. Gjithë shka që është vështirë, rënd, me mund të matë, ta di se është rruga e vërtetë. Në ofertat që i ka pas PDSH-ja, unë e di se një pjesë e madhe antarëve të PDSH-s kanë qenë dëshpëruar, ja bëj ki kryetari jonë pse. Unë kam luftu, sidomos të 10 vitet e fundit, mos ta shuja qirinë e fundit të rezistencës etnike kombëtare të shqiptarëve të Macedonisë. Se BDI-ja dhe Alia përveç atij uzurpimit 25 vjet edhe na kanë turpënuar politikisht. E dini ato filmat me Kolje Diamantin, me integrimin, ne kemi luftu ta mbrojmë Maqedoninë pindarjes, se kanë desh ta ndajnë Maqedoninë. Normalisht ishte për kryetarin tonë, zotin Xhaferi, për mu, për PDSH. E kur thash, pse s'lufton tani se atëherë ke pas udhën me veti, njeni për këshilltarëve thuj. Ta kështu në ato që kanë marrë pjesë luftë mendojnë thash, ata duhet ta dinë se gabim ka qenë. Dhe sot e kësaj dite, megjithse e dinë se asgjë s'është bërë më mirë, vetëm më keq.